Unë di, kush e di se sa njerëz, kam qenë 22 vjet imam të xhamia Xhura, tani jam të xhamia Madhe. Di kush e di sa vëllezër dhe kush di sa motra, për Zotin, në Ramazan i ka ndryshuar komplet kursi i jetës. I ka ndryshuar në Ramazan komplet drejtimi, domethënë i jetës tij, janë përmirësuar, janë rregulluar. Njerëz që nuk kanë mundur dot, po themi, që të lejnë diçka që mund të jetë e dëmshme, po s'kan pas forcën shpirtërore, ose s'kan mundur të bëjnë diçka për vetë të tyre, ose njerëz cilët kanë pas objektiva në jetë, me lutjet që kanë bërë, me angazhimin në Ramazan, me premtimet që i kanë dhënë Zotit, me kërkesat që i kanë parashtruar atij, domethënë momentet që pranojnë lutjet edhe duat, komplet kanë dalë nga Ramazani njerëz të tjerë për Zotin. Ramazani shansi i jetës, veçanërisht për ata të cilët duan të ndryshojnë gjëra që ndoshta kanë menduar se janë të pandryshueshme. Është mundësi shumë e mirë. Ose se nuk mund të lënë gjithë ato vese. Neve, për shembull, 10 netët e fundit të Ramazanit janë faljet, lutjet e natës, namazi i natës. Mashallah, në xhamin tonë që kemi qenë, këtu te xhamia e Madhe, do jetë edhe më bukur inshallah. Kemi pas paritime shumë të bukura edhe shumë të forta emocionale. Pra me lutjet që kemi bërë, që kemi drejtuar Zotit, me ato lutje që kemi trokit dyert e qiellit, për Zotin nuk e di sa mesazhe më vinin mbas lutjes së namazit natës. Vetëm të imagjinosh, domethënë del njeriu në gjysmë të natës, në orën 2 të natës, po them, ose 1:30 të natës. Një ritëm komplet i ndryshëm. Komplet ritëm tjetër, do lesh për shkak të shtratin, ndërkohë që njerëzit e tjerë flenë edhe pushojnë. Ti ngrihesh edhe bën një sakrificë, edhe shkon që të falësh edhe të lutesh. Është vetëm kjo periudhë. Kam parë se ne nuk na mjafton te xhamia. Xhamia brenda, ambientet e jashtëm, po edhe rruga. Janë bërë virale ato edhe rruga, komplet rruga, gjithë lagja, po mbushur, parkim, gjithë lagja parkim. Po themi me mira vet. Vinin edhe nga trevat shqiptare, vinin edhe nga qytetet, vinin edhe nga diaspora, merrnin pushimet apo stafat për 10 netët e fundit të Ramazanit. Dhe po them, kam parë aty njerëz të njohur, njerëz që sot janë shumë të rëndësishëm, po themi, në Shqipëri, për Zotin, në mëngjes, në 3 të mëngjesit, duke u falë në asfalt, sepse mundet kishin ardhur pak me vonesë dhe nuk kishin vend të ato hasrat që kemi shtuar ne të shtrojat për të falë, dhe u falën aty në trotuar ose në asfalt, duke vënë kokën tokë. Domethënë, vetëm një kënaqësi e madhe shpirtërore mund t'ja mundsoj njeriu që ta bëjë këtë gjë të jetë kaq modest dhe të jetë kaq përpara kujt, përpara Zotit. Pra për vetëm për hatër e Zotit mund të vendosë vallin në asfalt. Dhe po të them, ka mbaruar namazi natës. Mesazhe që vijnë pafund nga njerëz për përjetimet e tyre. E ndjenin veten sikur ishin botë tjetër.